Roli. Si e maj? Do ta prishesh me të gjithë aty në vilë dhe nuk do bëni Do të prishën jo, unë po prishën vetë, prishesh ç'pun ke ti. Ti më provosh dhe mua për rolet që janë aty. Po thua audicion. Po shihet se si do të funksionojë treshja në vijim, treshja e OTF-s. Nuk e di, po unë kam me shumë siklet këtë gjë. Mirë, po dhe ti interesagjie ishe. Mirë, e pas ka marrë një rol të paktën. Çfarë ke ti? Në shumë mërësi. Çfarë thua? Bën filmove! Të ka ardhur koha për nusë më duket, s'ke faj. A të mori ajo dhallës në telefon? Më kupton, nuk doja t'ju vija në siklet. Skip. S'janë. I bie të vazhdojmë? Okej, vazhdo ju. Janë... Jo, s'ka problem. Po s'ka nëse gjithmonë... Qa ka? Ju do të vazhdon Juri. Persona që nuk janë... Po pse, kështu bëhet table reading me këto katër që mungojnë gjithmonë. It's just table reading, sorry. Po kërkoj modele pra, kështu, i ma shkosi. Mos e hëngër më duket. Po qa, fjalin tjetër këtu e ka ardhja i si është? Është duhet Po, gjithë e s'ka gjë. Pra, Po meditojnë të dy. Ke për shërë me gruan? Ndihet në ajër që disa persona këtu po trajtohen ndryshe. Hajde t'isha unë se thua ja vlen trajtohen ndryshe, po këta nuk është fare okej, dhe unë s'kam për ta lënë me kaq. A, si duket. Kam shko kjo mu? Si duja me ka? A, diçka më ndrë, po kjo? Se të e premjeve të si vërtë miqë. Kam hamës dhe shumë. O, hajde të lutëm, do vanitësh pak se më rrie i gjërë. A pëlqen? Pa, e bukur është. Po shumë Barbie, a? Shumë... Mos të shumë e Të le pak shëse e madhe. Am shko mu kjo? Ha? Ke përne në gjyrë tjetër. Në gjyrë tjetër. E, kjo kolore nuk është shumë. Nuk shko me këtë. Ti me jeans jo. Se regulloj. Jo me jeans. Jo, s'ma merr me një asme. Se kam problem fare. Okej, skip. Po të sa skip? Skipi 3 për sot. Po të marrë një kush, po të bëtë kështu tani. A i ka lërmëru njëri këto për këtë gjënë sot? Lutem, Fatos. Jesh provojmë pjesën tuaj, pse duhet... Si batutat e tua, o fato. Mirë, oke, hajde. Okej, pra, s'po ju afrish. Sa e bukur je. Zemra, shife vetë ta regullon si i kallë. Ta hallësh pse unë e rregulloj këtë? Me ato format e bukura si... Qa duhet ta vazhdoj ai, s'është desi. Është roli e Jo, tij. kjo edhe shto ta vazhdoj Kriste tani. Po pra e bëjmë më Mirë që s'janë, po pse janë vetëm këta të katër që mungojnë gjithmonë? Këtë gjë mund ta shfrytëzoj shumë mirë për të bërë. Po jo pra se këto ka diçka. Po se bëjmë do të pjesën time, pa... Vazhdojmë në atë tjetër. Nuk e bëj do, s'do flas me murin. I bëj të shtëpia ime kështu vetëm. E, përgjësi e madhe. Shumë. Me që Ka të dhe posi xhepa. veç në të katërt. E, lumë ne. Lirësi Por mi mos e kemi punu, se s'na erdhi nga qielli. Shofin, gjithë, do flasin nga i natë. A si dhe ka kjo ta si ti, i na. Se mua do vindi natë për të mos isha unë tek postri. Mirë me gëzoj një jo për tjetërin, gëzoj, do gëzoj sa për Se një ne kustit. gëzojt, që tani po punove arrim. Ti ishit veç që mos isha, unë se kisha pas problemi. Ti do të haj për zgjalli. Do thonë s'ka serial pa mua. Vetë Do vi do ta prishe Qa ke ardhur? gjerimet. A bëjmë foto për Dalinën? Hajde, do bëjmë foto për Dalinën? Foto. Hajde maj. Po thuj se është përfundimtarja kjo. Po t'ja qoj njëri foto. Mi që duket fustani im, atë t'ja kishim tregu. O zëma si duket ky kuqe. Mas që? I bukur është 3000 pas së ditë, zja. Po pse ri kështu? Po sepse po e përfunduroj. gjatë. Po e përfunduroj me A me taka. Kuptoj. Do vishesh me taka. Mirë keti, unë do iki tani se kam xherime. Si do ikësh? Do të iki se kam xherime. Okej. Le provoj në një pas, ka që jepini jo. Si Do duhet provoj në të që të në një gjë, ditë, hajt ju po. Ciao. Kristoljatë me një tjetër. Që do kjo është episodi final, them që lojën makinat... Po mirë si Po unë do e bëj. Do vim stipër se kemi xherim. Nga ishe ti mora, gjithë ditën. Te kacat garderobës, Qa ka rëmë? te provat. Provat e garderobës, posterit. Kuq poster më. Posterit serialit e zemra, qa pisni kot? Ke bërë foto për Jo, po provonim rrobat. Qa posteri është o vllaç? Posteri zemra, posteri serialit që do E bëjmë. kush është në poster se Po ne ne, s'ka njoftu njëri? unë me Arti me Kisana me Kristall ishim. Absolutisht. Pse se dini t'ju? Jo. Se dini me vërtet? Po nuk e dini pra, jo po aktrojmë që se dini. ule. Nuk e dini. Qa e kështu, zotëri, ule e zërin. Kot. Pse bëjnë gjithmonë gjërat e fsheta në këtë kompani?
Hajde bëjmë Gjerini. Hajde të Hajde dikim me vetëm këta të të thoni, jo, pa poster. të s'kam nerva. Ta se dinit, Hajde. si jep një gojës, të shkoni për ti si sa këte ani. Ti, e thëm nga ty që së të mduhet goja gjithë ditën, pa e di unë si rrugove këtë punë. Bora. Bora, si e? Alo, Si e, flet dot? po Fatos, më thuaj. Atëherë, 4 persona nuk kanë qenë sot fare në vilë dhe me sa duket pas kanë vajtë për të bërë foto për serialin dhe do jenë në poster dhe ne të tjerët nuk na shton as dhe një gjë, nuk e di. A ke djeni për këtë situatë? Po flet për serialin. Po, për serialin. 4 veta kanë qenë sot për të bërë prova veshjesh, a nuk e di fotosh, ne tjerë si mi larmuar fare. A do jemi, as do jemi. E para qetëso. E dyta, ti e di që seriali është një format jashtë prodhimit dhe unë nuk jam marrë fare me këtë gjë. Pra ti nuk e djeni për këtë. Jo, nuk kam djeni. Me këtë flas, pra, kujt i drejtohem? Po ti e di që me të gjithë të proces është marrë Dalina. Okej, në rregull, Bora, mirë. Në pafshim. Ciao, ciao. Qawape. Shumë. Kula shqamte? Harrove prap? Sekundë, nëse në më të nga bejnë. Mos vëna. Vënoj. S'ka fëmija majt. Po me kësion, si të duk skenari. Super skenar, si njetë. Shë si njetë, që lidhe ka me jetën? Shumë role ishin njësoj. Unë shofer? Ti interesat gjithë, do thoja. I vjen me të dhënë ty shoferë në kësion, se ti interesa gjia. Ja, zera, jo, unë të flas me fakte. Qa kam pas interesoj me ty, që interesi kam Ti, pasu? atë kujtojt 10 reality çam Qa këtë? interesi Atë kam kujtojt pasu? çam këtë 10 reality? Te live që Okej, ke thamë veç një lloj pyetje, fjallë, një lloj pyetje. fjallë. Kur ka qenë perioda që shoqëria jo nuk është bërë Lloj, a ka qenë vjet në verë dhe pse? Sepse me vetë reality Qa dhe thashë? Kristulli ti e di pse kam ikur unë te Kristiana. Jo. Aldi ka thyer besimin tim që vjet dhe unë njerëzit që i konsideroj afër zemrës dhe më zgënjej deri në atë pikë, thjesht i largoj nga jeta ime. Dhe po më Aldi po interesagjie, nuk e asgjë reale. Që të fejde unë e kam përdorur Kesiana, te gadim. Jo, Kesiana, debati ka nis, debati ka nis, e gjesa mbi së bardha momenti kur thu ti buk shkel zbestel me shkaj surati ja. Asnjëherë unë kam qenë momente e tuja më të vështira dhe ti e di shumë po pra, edhe në fund çka ke bati një emision se hapa unë çove të than aty ja krea ne pse hap një emision. Kërko kur ke hap ti emision, ti kam marrë telefonin. Ti kam marrë telefonin, kam thënë Kesiana se ke halli problem me mira më telefon, ndryshe nga ti. Çdo ditë më shumë po zhgënjehem nga ty Kesiana, edhe pse ke qenë njeriu më i afërt që kam pas në vilë, edhe të kam konsideruar shoqe. Në çdo moment që gjen hapësirën, ti më godet mua dhe unë këtë nuk e di do ta fal dot. Ta kam lënë unë rash ti. s'du më marr fare. Ta kam lënë rash unë ty Kesiana. Ti je person që je mos mirë, se unë kam qenë afër me ti kur ti kishe hallet e tuja dhe unë kam qenë afër. Jo, pes ke qenë pra. Po, s'kam qenë. Mirë Kesiana. Hidhe poshtë bukur që Po, mos tuj mu, hidhe po. Mirë Kesiana, mirë. Ti thyte fjalën e fundit parë. Gjithmonë kam pasur dyshime për shoqërinë e madhe të këtyre të dyve dhe ja, koha po i tregon të gjitha. Pa eco Kesiana, ne si kam qenë aty për ty e ti ke qenë një mos mirënjohëse. Po ec, apo bën e famti edhe vaj lesh tash. Po më të gjithë. Po ec tashi. Tu kam shpresa për shoqërinë tuaj? Heshtja. Sa Dalina ne? Jo, s'është. Qa kam? E ke marrë veç që po bëhet, vërdall. Që u bëhet ma? Disa favorizohen, disa dalin në poster, disa nuk dalin. A e di këtë gjë? Qa posterni? Mos bësh kur di se po ma mbajtë të shetë e kam seriozisht. Se jemi menaxher e produksionit, i supozohet ta dish, Xhez, dhe nuk na ke thënë. Për që posterni, ma thuaj? Posterin e filmit Serialit? Titanicut. Po serialit pra? Po s'kam dini pra, nuk kam dini për serialin. Ti di që këtë gjë merret vetëm Dalina. A bëre bisedë me Dalinën ti për rolin tënd? Ta. Po, për rolin tim. Derisa e morëm. A ishte pa drejtësia ajo që po marri rol dhe persona që nuk janë në tash i kusho po tani pa drejtësia është që disa po dalin në poster dhe disa nuk po dalin. Kush mungon sot në vilë, leti numërojmë pak, ke Aldin që s'është, ke Desin që ma thamu me gjysë zëri, se si duket kujton dhe se do bëjnë gjithë foto, ke Kristianën, ke dhe Kristolli.
Ati si mban që goja. Ka shpëtuar. Atë e time, që si mban gjigoja ati. Po çështja është që produksioni nuk mund ta bëj këtë pa drejtësi. Po ndoshta janë kryesorë të rolet kryesore të filmit. Po ta bëj filmi vetëm me ata, pra filmi nuk bëhet vetëm me 4 veta. Tani kryesorët, secili ka storyline-in e tij. Tani jam mësuar me këto ti, nuk kishem mësuar më përpara që ndodhin këto në punë. Mësuar, po unë nuk më rri, më lëviz gjaku brenda venave dhe du ta vendos timen të drejtën deri në fund xhes. Dhe ti duhet të jesh një story e axituar si unë tani, sepse për pak dole jashtë filmit. Dhe ky është filmi i parë, seriali i parë që bëhet në Andale. Dhe ti për pak s'do ishe, për pak nuk del në poste, për pak nuk je fare, kështu ikën në shpirt. Po pra Fatos, ti ke të drejtë për çdo gjë që thua, po ç'do bëjmë? Lëre, ma lë më ndorë se e di unë ç'a do bëj aty, a? Ç'do bëjmë? Ky është rrezik fare. E ndjeni edhe ju këtë favorizimin e disa vetave këtu. Ja. Çfarë do thua? Mbasi se ndjejnë gjithë o Fatos, se jo gjithë e din. Si ç'a po them Ema? A ishe bashkë me mua në table reading që munguan 4 veta? Ç'do thua ça? Ku ishin? Kanave emision të ri. Kishin ikë me pushime oe. Një nga këto dyja do jetë, kanave emision të ri. Po nuk besoj që jena që tash mos na thon. Po lëre ata. Po ta thot as produksioni, ka dhënë një shpjegim kanë këto 4 persona? Në orarin e punës, që supozisht duhet lexonin skenarin e ri të provat e skenarit? E po 3 se 4. Ore, po pse po ja thua mos e ma shkretësh e pa djallëzuar, zdi nga këto, fuja troll. Jo s'do ta kuptoj sensin e muhabetit. Po ngeni dy zënë, ç'a keni? Po bëj muhabet në vjetë. Ky Floris na ka vrasur mungesa e këtyre 4 personave sot të ditur, se një erdhi. Kujt? Shokut tëm. Jo se marrë, po ka munguar ditë tjera të këndë gjë. Njëri është me snesh. O thua e të shoh se mos e thoni fare. Po më vërtet desi tu është, ç'a thoni ju? Ja ku. Këtu është, po ku ishte? Këtu është, Po Ku isha atë? Ku isha? Punte mia, ku isha? Pse që? Provat e serialit, Pse që? provat e serialit është shumë të rëndësishme. I bie që ata kanë munguar për diçka njësoj të rëndësishme. Ti ma thoni, ç'ta ti dhe unë. Ja më Këto persona do dalin në poster shpirt, kaç kanë vaj këto kanë për foto. Këto 4 persona. Ti ka mundsi mos flas për shpesh njëri për ty. Për shet njëri fare me ty. Po flet njëri fare me ty. E kujdes me fjalët që thua u ndyrë se s'kam thënë asgjë. Po po pra. Kush do rati jo? Surrati jo. Surrati jo. Kaç i ligje, kaç i ligje. Ku e ke çido? Po e ke çekom këtu. Po pra, sepse është pa drejt. Po s'do të bëj. Po jo ti po më thon më ndyrë. Po kush më përdor ti ora? Asto të jastë ta do. Jeti pari që ngrihesh për padraci. Tani që ke atë tënde këto ngrot, s'të ngjaj zëri. Rria ty, e diton. Por pos fakti që jam i acaruar me produksionin që na e ka mbajt gjithë gjën e fshet, është dhe Desi, i cili nuk i mbyllet goja lart e poshtë në vil për çdo gjë, për këdo, dhe këtë fakt kaq të vogël ka harruar të na e thot neve miqve të tij. Oj, ma do dalin në poster është shpërblim ata të katër. Jo, po kishin për dalë, po të kishin për të dalë, do vishte që të bënin prova veshjes me juve. Bollo, di që mos fol më. Na tha Desi do dalim gjithë qetësoni se na tha Desi do dalim gjithë. Bravo. Egoisti i gjithë atorave, fleti. Sa falso që është. Kur i djeg vet këti, ngrej gjithë vilën në këmbë, ngrihet partizani për padrejtësit. Këtë herë që është vet në poster, thot, jo, pse po ngriheni, që ka mund smirushi këtu. Në vend që thot bravo ose shumë faleminderit që kanë dalë krah 1000 herë të mira që unë jam kryengritur për këtë dhe kur nuk kam pas unë lidhje me këtë lloj situate që mund të kenë pas, me një të keqe direkt të hedhin poshtë. Thjesht më duket si xhelozia e brendshme. Çfarë do bëjmë Fatos si përfundim? Ta përmbledhim. Unë nuk e di për ju, po unë me time them që ne duhet dërgojmë një email zyrtar tek Talina dhe mos ta lëmë të gjithë. Po çfarë emaili si duhet si qaraman në atë emailin e çaj emaili. Jo, s'ka fare qaraman. Kështu të shkelin o Flor, sot poster e nesër një emision, pas nesër një. Po Talina që ka zgjedh kush e të foton e themi për çka ke zgjedh këta, na zgjedh ne. Shikosh më Fatos e ka për ti fotos, se ka për ti fotos, nëse ke për produksionin që nuk na thot gjëra të Eksakt.
Ty as nuk të fërë që ata sot ka lajë për të bërfollosh, bërë gjithë që në fshetësi, ti a je pra... Po jam shumë dakord për emailin. Nuk ta kishim mësuar të gjithë madje dhe më vjen shumë inat dhe për ata që nuk e morën mundimin që të bashkoheshim me ne, se fundja kur bëhemi bashk ka më shumë vlerë diskutimi, po çfarë të bëjmë, kështu funksionon këtu. Parol desh na lan, te posteri jo. Hajt, na fusi ku na fusin tani. Genti, a je pra me e dërgu emailin? Jo, vetëm Me dërgu emailin, po nuk jam grup me. Po ti Juli? Unë e thashë, se është për te i posteri, po mua është okej. Ta edhe fatosi që del aty dhe bën moralistin, po t'ishte vete posteri nuk do kështë reaguar prap. Kështu që as ata 4 personat nuk reaguan. Por nëse ne kemi këtë gjën me produksionin që duhet na e kishte treguar, jam shumë dakord. Fatosi e vetëm në këtë më vjen keq. Artemis, ti... Me thënë drejtën kanë gjëra shumë të ndaja që më shqetësojnë në këtë vil, po nëse ju do bëheni për ta nisur emailin, okej. Është për të mirë të gjitha, shpirt, nuk është për... Po ti Ema? Unë do ta mendoj, po më thuaj kur ta çosh emailin, se fakt dua që të jem aty, pse jo? Se më janë bërë Ty as nuk ta thanë, shpirt, jo, më janë bërë një 2-3 herë ca approach, po kështu që jo, do të sqaroj këtë muhabet. Mirë e bukur. O Ema. Qa po bën mëre? Si shumë po stresohesh me këto, ma. Pse stresohesh? Po jo, mos nuk u stresohet, thjesht unë kisha ëndër që mos i dilja kundër për pjesën e Kesianës, doja t'ja bëja shefin atyre, më kupton? Po që kishin të drejtë, kishin tash se po se dua të dalë dhe unë, se fytyra ime. Nuk ka lidhje çdo gjë që organizume, unë thjesht du të them që vetëm fakti që unë jam aq i urtë dhe nuk du të merrem pjesë, nuk du të marr pjesë në këto organizimet. Po s'ka lidhje më, po thjesht gjonat janë të organizume. Dhe thjesht ti nuk duhet bëhesh barre produksioni ose barre diçka që është kriju ose mirë kriju, edhe ti thu, ja pse s'jam unë te kjo, nuk ka lidhje më. Nuk e thash këtë gjë, nuk thash këtë gjë. Po pse u bën pjesë e asaj gjoje? Unë po them që më mirë, unë kam qejf ta zgjedh personale atë gjoje, ti duhet kujdesesh për veten më mirë. Të gjithë ishin mbledhur për t'i dërguar emailin Dalinës dhe patjetër që unë kisha një mëdyshje të vogël për shkak të Kesianës, por më pas diskutimeve dhe analizës time së situatës, mendoj që vendimi më i mirë është që të jem pro emailit dhe në fund të ditës secili është për veten këtu, kështu që Ja, erdhën këta të posterit. Si që pra dere për të nga gju? Sa nerva keni, tu. Sot jeni ata të posterit. Lodhe si kësa. Kesiana duket shumë e lodhë. Si shkuan provat e veshjeve? Mirë, të me interesimin. Ishin të bukura pak me Mund ta hap këtë këmishën këtë postë. Gelet në i gjë për neve? Ha? Ka gjë shumë. Ose vafë nësja ata lartë, që ne kemi ne? Gelet në i gjë për ne. Ata buk për ne? Po Kesiana, Rafa gosi me mua. se më the mua për Artemisë. Pse du të bëj që muhabet me ty? Më the mua për shoqërinë time me Artemisë, lart e poshtë, e mos nuk ja the që do bëje sot sa foto profesionale? Ose di me di. Dhe jepni shembullin e shoqërisë së pastër, ju komentoni shoqërinë tonë pastaj. Hera parë është një gjë po bëhet fshirë. Pasën sot jo, pasën sot jo. Kam një pyetje. Ku është e keqe nëse bëhet diçka pa ta thënë ty më gjes, kush je ti? Pse do të viti them fatosit unë çfarë do Jo, bëj? problemi është që del me në kino. Si do ti? Se është shehur si kur ky është një poster o vlla poster të ta shohin gjithë. Çfarë bëjnë se jam aktor? Ju e keni përgjegjësi me jetën, me padrejtësitë, me universin, Imagjino ta shikonim në posterin një sot me njerëzit e tjerë ku ne punojmë këtu, e kupton? Po çfarë? Po do ta çoj folderin para. Po i bër kështu, di që na thanë në këtë orë do të shkoni provoni rrobat. Do të më pyet fatosi. Jo, do shkoni te grupi, këta të katërt, nesër po Se rre, no mashtru, vajzë negative, jo. A dash pyet fatosi si zgjedhzor. Kjo është një ndër arsyet sepse jam zanë me Kesionin unë. Se mashtron, a dash pyet fatosi. Duke qenë se është e rëndësishme, do të ishim të gjithë dhe me ju si ishim të katër, që na prishte pullit të tjerëve. Kjo. O Gjesi ke të drejtë. Te seriali tjetër do t'ju themi para. Te seriali tjetër do t'ju themi para. Se kishin varë na thoshit ju e kemi me produksionin bolle kthyt nga. Po shko vlla te produksion. Iko vlla. Çau ik. Çau ik. As të pëlqen. Iko vlla. Largo dhe ti. Pa ecë na bakoj. Fatosi shkret do me më hap luft mu, po këto 2-3 ditë kam të rezi, kështu që do të ta njek Fatos. Hedh gurin ti, sulin gjitha e kapin. Për një sekundë, se s'marrë njërë kostin unë ky, është proa, jo, atë ja them njërë që bërë.
Kosti! Dëgjoj, se nuk është aq për të qeshur dhe aq e lumtur situata këtu. 4 persona në vilë që me shumë mundësi ta merr mendja kush janë, do jenë në posterin e serialit që do bëhet dhe ne tjerët as nuk na u tha gjë. As lëre, ta merr mendja besoj, po unë po shkruaj një email ankesë për gjithë këtë gjën tek Dalina. Shumë mica për starsave janë pro thashtë merr edhe ty në telefon. Po patjetër, madje mundësisht në nënvizdoj futem katror bëhe me ju atë se si dihet, paktën të jemi në imposter se kështu gjëra tjera. E dija që do ishe pra. Tani është pjesa ime e preferuar. Ja që ndisun këtyre. Me respekt, patos sulo. Send. Kur një vendim i madh varet ende në ajër, askush nuk rri vërtet i qetë. Të gjithë bëjnë sikur po vazhdojnë ditën e tyre, por në fakt po presin një shenjë, një reagim, diçka që do t'u tregojnë nëse duhet të gëzohen, të shqetësohen apo të përgatiten për t'u zhgënjur. Dhe kjo pritje është më e lodhshme se vetë përgjigja, sepse kur nuk e di ende çfarë po vjen, çdo minutë duket si paralajmërim, sidomos për dikë që ka shkuar në krye për të kërkuar diçka të madhe, të rëndësishme, dhe mbase dhe pak të rrezikshme për veten. Dhe tani, po pret në angth të kuptojnë nëse ajo lëvizje do t'i dalë për mirë, apo do t'i kushtoj shtrenjtë. Dalin, ambienti në punë është bërë shumë toksik, edhe ti je i vetmi person që mund t'i japësh zgjidhje. E di shumë mirë punën time, i di shumë mirë vlerat e mia, por realisht nuk po mundem dot më të punoj e qetë. Çdo shaka që sipas atyre po bëhet ndaj meje është e pruar. Është e pruar dhe ata nuk e kuptojnë që unë jam lënduar nga kjo situatë. Nisur që nga Fatosi, nga Kostiani, me cilët kam 2 vite që punoj dhe nuk i intereson. Shoqja ime ngushtë nga ana tjetër vepron po njësoj. Kolegët e tjerë po ashtu. Realisht është bërë një ambient që unë nuk po punoj dot më e qetë, dhe ti je i vetmi person që mundesh ta rregullosh këtë situatë. Juli, keni s'punë bëja gjithë? Nuk gjitha s'pusha që. Hello. Ka shërëm gjithë? A do visi Dalina show? Jorën e njëni beso. Atëherë, unë kam kohë që në mënyrën time ju kam vëzhguar, ju kam studiuar, dhe gjithë saj kohë, kam dëgjuar shumë nga ato që ka ndodhur, kanë ardhur gjitha në zyrën time, fatkeqësisht, sepse do doja që të fokusohesha, edhe të kisha gjithë kohën për të fokusuar në çfarë do ndodh me Andalen në të ardhmen. Gjithashtu kam pasur edhe kontakt të drejt për drejt, qoftë me email, qoftë edhe më kanë ardhur afër në zyrë, në shtëpi. Disa për jush, yes. Okej. E di. Dhe në qoftë se dikush vjen në shtëpi, do thotë që situata për atë njeri nuk është shumë e këndshme këtu. Kam marrë një email nga disa për jush, që janë shumë të pakënaqur për atë që ato i quajnë padrejtësi që ka ndodhur në staf. Po flasim për fjalë si terma si bullizëm, po flasim për padrejtësi, po flasim për diferencim, po flasim për nënvlerësim. Janë shumë terma që unë do doja që t'ishtë në fjalorin e Andales, po me sa duket janë. Edhe unë thash një mbledhje zakonshme, do t'ishte prap një mbledhje zakonshme, unë do bëja ato qërtimet, kritikat e mia, do ju dëgjoja juve, do gjeni një zgjidhje që dhe mund bëhet. Po mendova që ndoshta ka ardhur koha si fillim t'ju dëgjoj më shumë juve, dhe që t'ju dëgjojmë juve ndoshta një lloj terapie mendova me Jonën, që quhet support group. Po, një lloj terapie support group. Pyetja e parë që kam për ju është nëse keni marrë ndonjëherë pjesë në ndonjë terapi grupi ose support grupi. S'kena që nëse dukshëm. Jeni Do ishim këtu nëse. Ja janë e parë. Suportoj njëri tjetrin, po jo. Nuk privat. Kemi që mesazhe gabimisht. Okej. Nuk keni qenë asnjëherë? Ja. Terapi grupi. Grupi, ja. Okej. Sepse terapia grupit, si terapia individuale, ka disa rregulla që do thotë ne patjetër jemi në kushte xherimesh sot, por nuk lejohet që të ndahet asgjë apo të përflitet asgjë që të tjerë do ndajnë sot këtu.
Pasi situata mund të bëhet emocionale për ndonjërin dhe nuk është e rekomandueshme që të përflitet, sidomos mbasi mbaron. Tjetra është që secili nga ju do marrë radhën për të folur, kështu që do ketë kohën e vet, nuk do ndërpritet. Dhe rregulli i fundit është që në momenti kur dikush flet, fjalia do të fillojë unë ndjej, jo me akuzë. Pra ti më ke bërë këtë. Dhe do të fillojmë me një round të parë të mënyrës se si juve ndiheni, duke sjellë secili nga një emocion. Do fillojmë me Jason. Emocionin që ti ndjen. E trazuar. E trazuar. Kristo? Lëmsh. Konfuze. Len? Kam shumë angst. Angst. Okej. Flora? Pa konfuz, do thoya. Konfuz. Mund të ndaloj pak të Florën, duke qenë se dëgjova 3 persona që janë në konfuzion pak është. Jeni konfuz për procesin apo për veten? Se si do shkoj? Jo, më shumë për veten. Për veten. Okej. Veten në këtë gjën. Edhe në këtë situatë që jemi tani. Jo, për shumë për këtë, po në gjithë gjën, në përgjithësi. Okej. Jul? Edhe unë të konfuzion nuk ndalesh. Unë kam 2, e ngarkuar edhe konfuza. Okej. Mund të bëj një pyetje? Dëshiron të marrësh më shumë hapësirë, duke qenë se ngritet dorën më herët, që i kishe pak problem, faktin që je këtu. Apo do të shikosh rrugës se si do jesh? Jo, e kam pak problem duke qenë se vërtet është terapi në grup, po me disa prej personave që janë tu kemi pas debate shumë të ashpra edhe. Pikërisht për këtë në fakt është terapia grupi, që i shërben edhe shkrirjes së tensioneve, por do të shikojmë në vazhdim. Dhe për mua vlen e njëjta gjë, i ngarkuar, por mos e shoh nga presioni i punës. Okej. Alden. Mirë. Ndjem mirë. Ti ndjesh mirë. Okej. Jema. Ndjem e ngarkuar nga mendimet e tepëra. Ndonjëherë më duket sikur kapem tek një mendim shumë dhe nuk di ta lëshoj atë mendimin. Fatos. Unë ndjem në presion. Des. Unë emocioni që ndjem më shumë është i agituar. Në përgjithësi. Zakonisht e vrikosur, por vjen nga presioni më shumë. Por me që ndjem mirë, po në përgjithësi ka raste që ndjem pak e ngarkuar në presion. Ne do lëvizim një zonë tjetër dhe pastaj do vim prap këtu për të përfunduar gjithë procesin deri në fund. Ju do vizatoni vetëm një vi, vetëm një gjë që shikoni dhe do kaloni te letra personit tjetër për të plotësuar atë që kalon bash. Pra do bëni vetëm një lëvizje të asaj që shikoni aty. Të kësaj këtu? Cappuccino. Po. Pra do pikturoni një farë mënyre, po do bëni vetëm një vi dhe pjesën tjetër do plotësoj shoku juaj që është bravo. Një vi. Po. Okej, mbaruam? Okej, mund të rikthehemi. Kjo ishte Këto do marrë. Po. Na kapi kjo vlla për zotin. O si dia ime nuk është aveku. Dëshiron të fillojmë bashk me atë që ti the, kam pak të vështirë të jem këtu. Mund të flasësh më shumë për atë që ndjen? Ndjej që këtu në momentet më vulnerabël, njerëzit i përdorin duke thënë se ti i bën gjërat për vëmendje, po në fakt ti po e bën se vërtet nuk je mirë. Kur kam ardhur këtu kam patur shumë ide bashkëpunimi, kam propozuar gjithmonë emisione që ishin me të tjerë. Dhe më duket se nuk vini dot te niveli asaj që unë doja. Më duket se prishë punë të tjerë. Pas se kur mendoja me vete, thënë ndoshta prish unë punë të tjerëve, pra bëm unë pengesë që ata mos jenë vetja. Unë thjesht nuk mendoj dot veten si person pas Armeles, pra nëse unë duaj që një fundjavë ta kem për vete, kudo që të shkojnë duket sikur prap dikush jashtë ose diçka jashtë prap do më sjelli këtu. Gjithë kena angë, gjithë kena strese, gjona, po kajherë tash do të bëjmë atë avokatën gjallë te vetja jonë, si më thënë, dhe do të jemi falendërues. Por nuk është se kam pasur një moment që të shkoj te familja dhe t'i them, shiko se po ja dal në këtë gjë, ose më fal, është okej. Po, jam emocionale pak. Nuk është se kam pasur. Këtu në Andale kam vendosur një barierë. Një barierë që zakonisht nuk ju vë faj askuj që s'më kupton ose mendojnë që jam ky deci që më njohin, nuk ju vë faj. Këta janë tallur gjithë dimrin me mua pse unë rjeta e skuta ime aty brenda, po ka pasur një arsye shumë të fortë. Unë nuk kam dashur fare më që të vi këtu, kam qenë në terapi shumë muaj. Mendoj të totalit, ka raste që mendoj domun atë që pse po lodhem kaq shumë ndërish kur ka njerëz që janë shumë më keq se unë. Kur që fillova që isha e dyta, nuk po dija realisht çfarë thoja. Edhe kur mbaruan të gjithë, zbulova më shumë për ndjesitë e mia, mbasi gjova të gjithë se sa në fillim. Unë mendoj që ky ka qenë
Momenti më i bukur jetës time dhe momenti më i bukur i Andales, edhe për faktin që unë nuk jam ull kur, domethënë, edhe kur ullesha me familjen, nuk jam ull kur që të bisedojnë këto lloj aspekte. Është vërtet ndoshta pjesa që edhe unë ndjej pak sikur largohesh nga njerëzit që doa, po për shembull edhe ne shumë nga ne këtu jemi edhe nga rrethet, edhe unë ka qelluar era fundit në shtëpi kam ikë para 2 muajve gjysë edhe shumë pa e parë familjen, po se preken pak kur flas. Nuk qëllon shumë flas për këtë tema, nuk kam patur fort situatë mirë personale, ama mundosha gjithmonë që kur të vija në punë, si më thënë shikoja Andalen si i vetmi vend që unë mund t'i gjej pak mendjen, apo si një mënyrë për të mbajtur mendjen, me thënë drejtë. Edhe me qenë të qau një halë për shembull me diskutu diçka mos me marrë njerëzit seriozisht. Referohesh jetës jashtë? Jetës jashtë edhe mrena, edhe me shoqni, edhe me emën, edhe me kado, mos e di tu ta. Fal, po unë jam mirë, i kam mallet e mia, punët e mia, mund të ta mendoj diçka ndryshe. Nuk të marrin seriozisht, ndoshta kjo është ndoshta për mirë, ndoshta për keq. Do të thotë që ne njohim, kishte drejt Alti, që ne njohim shumë mirë njëri tjetrin. Kjo nuk është një kompani me 100 kate që ka departamente të ndryshme, ne jemi thjesht 3 kate këtu, me njëri tjetër kemi qenë 2 vite. Kështu që unë dija pak a shumë gjitha, jo pak a shumë gjitha i dija, domethënë si ndjeshin. Se thashë e kam vendosur gjithmonë veten në vendin e secilit. Aq me impression. Po, ju me një grupe. Ju së pasë Nervas. Kush doj të dali? Nisën sika. Psikologjia jonë mbaroi tani. Ándale.